Selin më pëlqente. Nëse do bëja një zëvendësim, do ishte që do e kisha marrë te krevati im Selin, të biesh në dashuri me armikun. Kjo është deklarata e Krisit e dhënë në dhomën e rrëfimit në kohën kur ishte në shtëpi, e pa transmetuar më parë. Mua më pëlqen Meldja, ajo është një vajzë e zgjuar, por këtë e kam diskutuar me Selin, por unë Bigun e kam mbaruar dhe ato kanë mbetur atje. Ne i kemi diskutuar të gjitha aty brenda. Kanë dalë konkluzionet dhe jemi në marrëdhënie shumë të mirë, tha Kristi. Selin tha se e dinte këtë gjë, pasi Kristi ja kishte rrëfyer. Nuk është se është hera e parë që e dëgjoj. Në periudhën që po njihej me Krusitën, më ka thënë që një ditë te dhoma e rrëfimit kam shprehur një pëlqim për ty, për mënyrën si mendon, si vepron. Me Kristin është një marrëdhënie që ka nisur me urrëtie dhe ka përfunduar me shumë dashuri. Nuk kam pasur asnjë ndjesi tjetër për të në atë aspekt, por e vlerësoj shumë. Unë nuk mendoj se nuk i kam dhënë hapësirë për të menduar diçka më shumë, tha Selin. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.